Andon ka patur diskutime në seancën plenare pas paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ka deklaruar mazhoranca? Alarmi sigurisë dhënë ditën e dieshme nga ambasada amerikane për sulme dhe targetime të mundshme të grupeve të lidhura me Iranin në Shqipëri për subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo opozitën iraniane ka sjellë një debat të fortë në Parlamentin e Shqipërisë, duke ndarë palët qeverinë dhe opozitën për mënyrën se si ato e lexojnë dhe informacionet që kanë lidhur me situatën e sigurisë në Shqipëri. Fillimisht ndjekim debatin e zhvilluar në sallën plenare të Parlamentit. Kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në gjithë Europën, nuk është vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, nuk është informacioni saktë. Informacioni i saktë është që kjo është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim tërprerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mas dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale. Jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, janë diskutime që bëhen në forume të ndryshme, por ajo që duhet të them është që vlerësimi që kemi sot, duke i ndjekur me vijimësi të gjitha ngjarjet, të gjitha deklaratat, të gjitha zhvillimet, është që nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Situata e sigurisë është absolutisht e sigurt. Ka pasur një komunikim dje nga zyra e shtypit të kryeministrit, kam shtypin që duhet të qëndrojmë asaj. Shqipëria, sipas kushtetutës, ka një institucion që quhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili është pothuajse inekzistent prej kohësh, që ka detyrimin për të analizuar të gjitha problemet që kanë të bëjnë me kërcënimin e sigurisë kombëtare. Unë i kërkoj Presidentit të Republikës që të thirrasë urgjentisht Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të analizuar një situatë e cila nuk mund të kapërcet thjesht me deklarime këtu në kuvend, as me politizimin e kësaj çështje. Po ju kërkoj edhe ju, zoti kryetar, si numri 2 në hierarkinë protokollare të shtetit dhe ish ministri i mbrojtjes që t'i kërkoni Presidentit të Republikës të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Për hesape të debatit politik dhe të shtërpësisë së ideve politike, përdoret një njoftim rutin si në të gjitha ambasadat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë këtu Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili pothuajse në mënyrë të përditshme në komunikimet e tij publike në rrjetet sociale të Departamentit të Shtetit, pjesa e zyrës konsullore, prej fillimit të marsit i ka njoftuar dhe njofton në mënyrë të përditshme qytetarët e vet në të gjithë botën se mund të jenë target i sulmeve të regjimit iranian, ndërkohë që ajo që duhet themi ne sot me të njëjtin zë është që po Shqipëria është alat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti Trump në të gdhirë të ditës sotme ka qartësuar hapat e mëtejshëm në cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ecin në këtë drejtim. Ne përshëndesim presidentin Trump në atë ndërhyrje historike sa i përket asgjësimit apo pamundësimit të regjimit Iranit për të qenë një rrezik për paqen, stabilitetin në lindjen e mesme dhe jo vetëm, natyrshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa marrë se ti ta përfundoj fjalën. Jep hesap para drejtësisë ti, mos më hajde këtu fare ti. Ti shkoj jep hesap aty para drejtësisë ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve ke 20 vjet tu. Andon, duket se qëndrimi i mazhorancës është i qartë, nuk ka vend për panik apo për t'u alarmuar, ndërkohë, apo përdoret ky njoftim për qëllime politike nga ana e opozitës? Opozita ka kërkuar mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, jo vetëm deputeti Fatmir Mediu, edhe Tritan Shehu ka kërkuar diçka të tillë, madje kanë kërkuar që të autorizohet kuvendi për t'ia kërkuar presidentit të Republikës së Shqipërisë, megjithatë sjarrimet nga ana e qeverisë kanë qenë të prera, 3 ministra
dhe kreu i grupit parlamentar socialist kanë sqaruar se sipas informacioneve që ka vetë qeveria nuk ka asnjë problem, asnjë shqetësim për sulme apo për alarmim apo për panik për një sulm nga regjimi iranian. Megjithatë, për shembull ministri i Brendshëm Besfort Lamallari deklaroi se vetëm një ditë më parë pas njoftimit të ambasadës, forcat njësia antiterrorit në Shqipëri ka komunikuar me ambasadën amerikane dhe rezulton se në Shqipëri nuk ka një problematik të tillë, por njoftimi i ambasadës amerikane është i shpërndar nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe i autorizuar për të gjitha ambasadat amerikane në gjithë botën, të cilat veçanërisht janë të prekura nga rreziku i regjimit iranian. Andon, faleminderit për raportimin e drejt për drejt dire nga Kuvendi.